Për 2 minuta, po fillojmë me shfaqjen, me programin, ju kisha lutur për qetësi, apo? A këna me mbaj qetësi? Me përcjell shfaqjen? A këna me mbaj? Mirë, shumë, ta shkome ato me Leporoshi. Edhe në fund Leporoshi, ko më na jap dhurata, apo? Mirë se loa Leporoshi. Apo fillojmë tash? Paska edhe ushqime për ullëm jatë herë. Paska edhe ushqime për ullëm jatë herë. Fëmija ata kemë kujtes në ushqime. Me qumë. Cilat ushqime nuk do t'i përdorëm? Çokolada, ambësira, bombona, chipsa, kikirika, horat. Faleminderit, me kemi qenë në vizitë ju, tani me vete kemi bërë shoshën të në resën. Pështira e por që e viziton dhe tisën. Cila është Resa? Doktorish, unë jam Resa, ka marrë për një vizitë. E po, mirë shumë Resa, i ke pastruar sot dhëmbët? Po, doktorish, i pastroj çdo herë në mëngjes dhe në mbrëmje. Resa, i sheh këto maskota? Ky është një dhëmb i shëndosh. Ky është dhëmb i shëndosh i papastër. Ky është 3 dhëmb i papastër dhe i prishur. Për të pasur dhe të bardhë, të shëndosh dhe të pastër, duhet i pastrosh me rregull dhe në mënyrën e duhur. Pra, pastrimi duhet të fillojë me sipërfaqen e jashtme, me dhëmbët e sepër nga lart poshtë. Pastaj sipërfaqen poshtë, nga poshtë lart. Pastaj sipërfaqen e brendshme, sipërfaqen kafshuese, cilët janë gjuhë dhe me kaq përfundon pastrimin e dhëmbëve. Do të provosh edhe te, furkuro modelin dhe brushën. Doktorish, unë nuk du si të shprehem si ju, por nëse ka po gjatë pastrimit të dhëmbëve, të lutem më ndihma. Patjetër. Shumë mirë është.
qumsh, djath, buk, qaj ka moment pëm dhe perime të freskëta. Dhe duhet të përdorësh më pak çokolata, ëmbëlsira, bombone, chipsa, kekerek, fora me krem dhe biber dhe tjetër gazuara. Doktorish, faleminderit shumë për këto këshilla. Patjetër, shkojmë tek Arrika dhe bëjmë kontrollimin e dhëmbëve. Hapi gojën. Kellem shumë të bukur. Vetëm të dhe kam filluar të prishe. Do të vish një dhe tjetër me mamin dhe ta largojmë stresin e prishëm të dhëmbët. Mirë doktorish, do të vi me mamin, babin dhe motrën e vogël. Mirupafshim fëmijë. Bafshim Musafirët e nderuar, faleminderit që ishit prezent në premierën e shfaqjes të kopshit të fëmijëve Gëzimi ynë nga viti. Ndërsa shëndos të ditë e Realizuar nga grupi i fëmijëve Orgesa, Riona, Anisa, Buroni, Arti, Rina, Resa dhe i përshëndesim me një dua trokitje. Në vazhdim, fëmijët kanë përgatitur edhe 10 poezi të ndryshme me mesazhe edukuese për mirëmbajtjen e dhëmbëve dhe të gojës. Fëmijët mësaf hetet e ti, ata koshë dhe pëtyre ishërë të këta. Fare papi të shira, dhe shërë dhe lili shëllat me të fi pëfëm këzara rëfë e rëfë. Dentiste, me trupe e kaza, me djeva zeni zike, zvashko të dentiste, aj më bëj e zike, lopë t'i pasër, mësaj mua, ta shtraja zëmbët, si shpë ta pëndu. Se çfarë na thot Alesa, për dhëmbët do ta dëgjojmë në vazhdim. Hajde Alesa. Për shqetësimet e gjyshit, do të na recitoj një bukurash që quhet Dielli. Në vazhdim të qërë. Opa! Qysh është? Bravo! Radhën e ka bukuruar Shaira Abazi dhe dhëmbët e Lonit.
I vogël por i bukur dhe din të kujdeset mirë për dhëmbët e ti, Ari Zuka, ta dëgjoj. Dhëmbe, e shikoni si shkëlqe, kur me fuqë më pasoni, për një gjeta kini në me, pasë me të më se alo, po forkoni, dhe shkum të më mushët goja, ta i dhja mund, për më provët i dhja goja. Shfar në thot për dentist Bukuroshja Riola Ferrati, ta dëgjojmë në vazhdim. Dentiste, qaci dentist, pa më thuaj, zëmbër, si ti pastroj, nuk dua që të më prishën, për dua që ti mbroj, me dorën sende voglosh, baje fuqën me pas, qdo pjesë të dhëmbit me kujdes, lajen të nga dar. Janë dy mish të vegjël dhe din të kujdesen mirë për dhëmbët e tyre. Aldini dhe Meli, dhëmbit dhe miqët e tij. Të nderuar musafir, tani para jush do të prezantohen dy voglush shumë të bukur, të cilët shok e kanë brushën dhe pastën. Pra, Bora Halili dhe Arti Halili, brusha ime. Brusha ime, në vendese brëndje, brusën logën më prem, për dhëmbët e mi, ajo mua më përket, dhëmbët ajke pastruan, kot e ke për dëtyr, ullë e pasa ime, bukuron mas të ty, të vjen kur dhëmbe, s'ki nevoj të shkoj, për të në pastrosh, kur po s'karrosh. E çfarë bëjnë para se të... Por sa zgjohen në mëngjes, me zërin e tyre të ëmbël do të na tregojnë grupi i vajzave. Jo, Bora!
kuadër të projektit Dhëm të shëndosh fëmijë të lumtur, fëmijët marrin pjesë edhe në garën me vizatime. Në vazhdim shohim punimet e këtyre fëmijëve. Gjëni larë punimet. Gjëni larë punimet. Hajde me që larë punimet. Veli ka të shqyua dhe. Hajde në tonë, Come on, baby, Të dashur fëmijë, i nderuari kryetari komunës së Vitisë, zoti Sokol Haliti, të nderuar drejtar dhe përfaqësues të kuvendit komunal të Vitisë, të nderuar përfaqësues të institucioneve parashkollore dhe fillore, të nderuar përfaqësues të institucioneve tjera publike të komunës së Vitisë, të nderuar familjarë, premtë, të nderuar musafirë, të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues të mediave. Në emër të zyrës qendrore të projektit Dhëm të shëndosh fëmijë të lumtur dhe në emër të institucionit parashkollor publik Gëzimi Yll, ju falenderojmë që keni gjetë kohë të jeni të pranishëm në manifestimin qendror të fillimit të implementimit të projektit Dhëm të shëndosh fëmijë të lumtur në institucionet parashkollore dhe fillore të komunës së Vitisë. Në vazhdim, në emër të qendrës Gëzimi Yll në Viti, ftojmë drejtoreshën Hanife Ernuzin të mbaj një fjalë rasti. Nderuari kryetari komunës Vitisë, zoti Sokol Haliti, nderuari kryetari kuvendit, zoti Naim Pira, nderuari drejtori shëndetësisë, zoti Basri Aliu, nderuara zonjusha drejtoresh e kulturës, rivizë dhe sportit, një përshëndetje të veçantë që na ka dhënë mbështetje pa rezervë, mirë se na keni ardhur, ju prindër të nderuar, fëmijë të dashur, një përshëndetje të veçantë për doktor Ujkonin, i cili ka bërë një sensibilizim shumë të rëndësishëm për shëndetin oral. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj. Projekti Dhëm të shëndosh fëmijë të lumtur është i vetmi projekt në fushën e promovimit të shëndetit oral, i cili implementohet në institucionet parashkollore dhe fillore në Kosovë, ndërsa monitorohet dhe bazohet në rekomandimin e Komitetit Ministror të programit, shkolla promovuese të shëndetit nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, si dhe Ministria e Kulturës dhe Rinisë dhe Sporteve. Projekti është i fokusuar në edukimin e fëmijëve dhe nxënësve përmes shfaqjeve, poezive, vizatimeve, maskotave, modeleve, fotografive, broshurave të ndryshme dhe është forma më e mirë për promovimin e shëndetit të dhëmbëve të fëmijët dhe nxënësit përkatësisht të gjeneratave të reja. Edhe zyrtarisht, në bashkëpunim me drejtoratët për arsim, shëndetësi dhe kulturë, po fillon implementimi i projektit Dhëm të shëndosh fëmijë të lumtur, edhe në institucionet parashkollore dhe fillore të komunës së Vitisë. Në këtë rast, ftojmë kryetarin e komunës së Vitisë, zotin Sokol Haliti, ta mbaj një fjalë rasti. Faleminderit shumë. Unë në pozar atje porrin mes të në fëmijëve të mrekullueshëm. Më lejoni të përshëndet gjithë në veçanti prind që janë këtu prezant, drejtoreshën, stafin, doktor Ujkonin, natyrisht ato tri drejtorit që kanë përkrahur, kanë mbështet. Këtë projekt mund të them më të dobishëm që mund të kemi këtë vetë, por arsye se gjenerata